7 viktima njerëzish, 55.300 hektar tokë pjellore të vërshuara. Vërshimet e mëdha të shndruara në stihi rënojnë edhe urën, edhe murin, edhe gurin, shkullin me rënje edhe lisin. Detyrova vetë me rrezikua jetën time se kur e pash më mirë më shka unë se shumë banor qytetit me mia banor. Për mirënjohje, falënderim për gjithë ata trima si Salihu që bën që Pejës mos t'i lëndohet bukuria. Të këtil si Salihu kemi pasë mjaft, të cilët kanë sakrifikuar jetën për shpëtimin e qytetarëve. Patë vullnetin e lirë që të pështon gjithë komunën e Pejës, dhe kur u kthyn shpina të regoj, neve isha tash në klasë parë. 9.002 pleq me dorën e vet i kanë nxirr prej për 4-5 metra thellësi edhe i ka qitë mbi tokë. Në anën tjetër e ka qenë një njeri shumë human. Ju ka ndihmu njerëzve çdo herë. Ku ka qenë vështirësitë më të mëdha. Vullnetarë po shumë janë bashku, gryks për pjetë more trimat janë fillu.